Në mbledhjen e qeverisë janë miratuar një sër vendimesh. Ministri Manasriliu bëri të ditur se është vendosur që TikTok të mbyllet për një vit, teksa foli edhe për pagën e mësuesit. Ajo tha se që nga një korriku do të ketë rritje historike për këtë kategori të arsimtarve. Paga mesatare mësuesve rritet mesatarisht 18.000 lekë të reja apo në 3 paga në vit, duke konsideruar pagën aktuale dhe duke çuar pagën mesatare të mësuesve në 950 euro. Mësuesit, ku sot paga mesatare e mësuesve është në 950 euro. E krahasuar kjo edhe me vendet e rajonit, një pagë e cila konsiderohet një rritje historike për mësuesit, pra paga e re që u fut në fuqi nga një korriku i vitit 2024. Efektet e rritjes pagave për mësuesit në muaj janë të konsiderueshme. Pra, rritja mesatare mujore për pagat e mësuesve është 180 euro mesatarisht në muaj. Asnjë mësues sot nuk merr më pak se sa ka marrë nga hyrja në fuqi e pagave të reja. Ajo që është realizuar në kuadër të reformës së pagave është harmonizuar elementet e pagës me administratën publike. Pra ne kemi rritur masën e vjetërsisë, përqindjen e vjetërsisë në punë për mësuesit, kemi rritur pagën e pozicionit dhe kemi harmonizuar me administratën publike elementin që i përket diplomës dhe kualifikimit.